Ju ngjatë jeta ju, zonja dhe zonjush. Tu ngjatë jeta, i nderuar. Nga po telefononi? Osmani nga Tirana. Përshëndetje, zoti Osman. Përshëndetje. Ishi duke na ndjekur? Po patjetër, jo vetëm sot, po gjithmonë ju ndjekim bashkë me kemi shoqe. Faleminderit për momentin nuk është kështu. Shumë faleminderit. Pranoni falënderimet tona për gjithçka që bëni ju. Ju zonjush më pyetët që për çfarë kujtoni, kur pyetën një filozof italian, Po. si u duk vendet diktatoriale, fame, festa e sferza, uri, fesë dhe kërbaç. Këto ishin Tre fjalët që zgjodhi. diktaturës tonë. Po. Ato që kanë humbur parajsë, nostalgji për atë kohë. Po kurse punëtorët ishin sklever të diktaturës. Ju zotri çfarë keni punuar? Unë kam punuar mekanik. Mekanik, për sa vite? 50 vjet. 50 vjet, tani duhet jeni në pension, besoj. Në pension edhe mor 200.000 lekë. Pra keni punuar 50 vjet në çfarë qyteti? Këtu në Tiranë. Në Tiranë keni punuar. Si ndjeshit ju atëherë? Si vlerësoni? Si vlerësohej një mekanik në kohën tuaj? Themi drejtën, i ipshin vlerësimin e duhur, dhe sidomos ata që kishin del inovacioni. Po, i ipshin letra në vend vlerësimit material. Se të avolina nuk më për me letra, do vlerësimin material. Patjetër. Të dyja, edhe moral. Të dyja bashkë. Shkëllë bashkë ato, po, si që thash? Secila ka rëndësinë e vet, padyshim.